Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një djalë 24 vjeç dhe kam lindur në fshat e akoma banoj këtu. Merrem me bageti dhe jemi një familje e thjesht që punojmë gjithë ditën për të nxjerrë bukën e gojës. Kam një vëlla të madh, i cili ka 15 vite që ka emigruar në Francë. Kur ai iku, unë isha vetëm 9 vjeç. Një fëmijë që as nuk e kuptonte mirë çfarë po ndodhte. Për shkak të kësaj largësie, ne nuk e krijuam kurrë atë lidhjen e ngushtë që duhet të kenë dy vëllezër. Ai vinte nga Franca një herë në 3 ose 4 vjet. Dhe sa herë që shkelte në shtëpi, me dukej pothuajse si një njeri i huaj. Kjo nuk ishte vetëm nga largësia, por edhe nga natyra e tij. Vëllau im ishte një tip jashtëzakonisht kritikues. Sa po futej në obor, fillonte të jepte mend për gjithçka. Të gjitha fjalët i kishte njësoj: puno, gjej një punë të mirë, fiton ndonjë lek, shiko si keni mbetur akoma në fshat, si jeni të zotët e vetes, të blini një apartament në qytet e të bëni një jetë tjetër, por akoma merreni me bageti e me plehun e ahrit. Ai mburre gjithë kohës se si kishte arritur në jetë, se çfarë makine ngiste atje në Francë dhe se çfarë jete bënte luksoze. E mua këto fjalë me vinin shumë inat. Të gjithë e dinim se si ishte e vërteta. Ai fliste për luks dhe për apartamente, por nga ana tjetër nuk na ndihmonte fare. Nuk na niste asnjëherë lek për të na lehtësuar ndonjë hall. Thjesht vinte nga 2 javë në verë, na nxirrte në ndonjë darkë, na shiste mend e na tregonte sa mbrapa kishim mbetur, e pastaj ikte prap, duke na lënë të merreshim vetë me hallet e punët tona. Para 2 vitesh, ai u martua atje. Gjeti një grua franceze që është 5 vite më moshuar se ai. Pra ajo tani është 40 vjeçe. Këtë verë, në fillim të qershorit, ai erdhi për pushime dhe e solli edhe atë me vete. Të them të drejtën, mendoja dhe ashtu e përfytyroja që ajo do të ishte një lloj si ai. Ndonjë mendje madhe që do të rrudhte hundet sapo të shihte balten në oborin ton apo të nuhaste erën e bagetive. Por ajo me doli krejt e kundërta. Ishte një grua e thjesht. Fliste me aq sa mundte të merreshin vesh dhe dukej se i pëlqente shumë qetësia që ne kishim si familje përveç vëllaut. Ata u vendosen në dhomën e tyre që akoma e mbante ai dhe rrinin gjithë ditën vërdall. Por vëllau im nuk e duronte dot fshatin. Pasi kaluan 2-3 ditë, atij i doli mërzia. Çdo mbrëmje merrte makinën që e kishte marrë me qira, sepse ne nuk kishim, dhe ai dilte në qytet për të takuar shokët e tij të vjetër që i kishte lënë para 15 vitesh. Pinte kafe me ta, hante darka jashtë dhe linte gruan e tij aty në shtëpi, me prindrit e mi dhe me mua. Prindrit e mi flen shumë herët, por unë jo. Ato sa po bie nata, mbyllen e dhomën e tyre, kështu që unë mbetesha shpesh vetë me kunaten në dhomën e ndenjës.
e aty filluam të bisedonim me gjatë çdo natë me tepër. Fjalë pas fjale, ajo filloi të ndryshonte pak sjelljen. Me fliste shumë lirë që unë nuk e prisja ato biseda nga gruaja e vëllaut. Unë trupin e kam ndoshta pak të palestruar, por jo nga palestra, por nga punët e rënda që bëj çdo ditë. E ajo me bënte komplimente për trupin. Me thoshte se dukesha që isha djali mbajtur e se e mbaja vetë shtëpinë. E unë i përgjigjesha shkurt, por ajo filloi të kalonte në provokime më të hapura. Një mbrëmje, ndërsa vëllau kishte ikur sërish në qytet, ajo doli nga dhoma me 2 palë pantallona në duar. Me trego pak, më tha ajo, dërsa vinte e u vendos në mes të dhomes. Çfarë të vesh nesër për në qytet? A ti veshi këto pantallonat e kuqe apo këto të bardhat? Ajo i vendi pantallonat e kuqe para trupit, pastaj o rrotulluan ngadalë që të me tregonte format e saj, duke pritur një përgjigje. I hodhi njërin palë mbi kulltok e mori pantallonat e bardha, duke bërë të njëjtën lëvizje. Unë e kuptoja shumë mirë çfarë po bënte, dhe sepse e bënte e çfarë donte nga unë. Por bëja sikur e merrja si një pyetje krejt normale. Të kuqet e rinë me mirë, i thoja unë. Ajo bosjeshte, pastaj i palosi rrobat e shkoi prap në dhomë, por ato ngacmime nuk mbeten me aq. Të nesërmen pasdite, prindrit kishin shkuar për të punuar tokë, e vëllau kishte marrë rrugën për në qytet që në drek. Unë ngrita, vesha çizmet e mia dhe i thash asaj se me duhet të shkoja tek Ahri për të ushqyer baktit dhe për të rregulluar ca thas. Do të vi edhe unë me ty, me tha ajo, e unë ngrit shpejt nga karrigja. Kam dëshirë bagetit nga afër. E nuk i thash jo, e ecëm të dy drejt Ahrit që ndodhej në fund të oborrit ton. Ahrin e kemi të madh. Mban era san të that, por edhe mbeturina bagetish. E unë mora sfurkun e fillova të shpërndaja ushqimin te grazhdi i lopëve njëkohësisht. Ajo qëndroi pak me tutje, qëndronte vetëm duke me parë. Sa herë që kthehesha për të marrë me sfurk një grumbull tjetër, e gjeja fiks përballë meje. Ajo pastaj doli akoma me pranë meje, e ndërsa unë po ecja aty nëpër ato grumbuj me san të thatë, më ndaloj. Ti pas ke një punë të rëndë, më tha ajo, por kur më ndaloj, ma vendosi dorën e krah dhe nuk më la të ecja. I thash këto janë punët e mia. Nëse unë nuk i bëj, s'ka kusht i bëj tjetër. Babaj është moshuar, e të gjitha punët me kanë rënë mua, i thash asaj. Por ajo mu ofrua akoma me pranë. E provokimet e saja u bën shumë të hapura. Me bënte pyetje pa lidhje për fshatin, por mënyra se si qëndronte dhe se si me fliste ishte hap të zi një ftesë. Por unë kryva punën time, i dhash edhe ujë bagetive, mbylla portat e vogla të grazhdeve e lash sfurkun e cep të murit, e pasi mbarova gjithçka, ju drejtova asaj. Eja, i thash, eja të dalim tani, unë mbarova punë këto, por ajo nuk lëvizin nga vendi. Prit, tha, rrim edhe pak, se këtu nuk na sheh njeri. Biseda po bëhej e papërshtatshme. Unë e dija që ky moment do të vinte, sepse kisha ditë që e kuptoja çdo gjë që ajo po bënte, por e kisha mbajtur veten gjatë gjithë kohës. Sado që vëllai sillej keq me mua, nuk më bëhej që të vazhdoja atë gjë.
por bëra një hap për të ecur drejt derës së ahrit, duke dashur ta shmangat situatë. Ajo eci pas e kur arritem, pak pa dal tek dera jashtme e ahrit, aty ku ishte vendi më i sigurt, sepse prej aty mund të shihej i gjithë oborri nëse vinte dikush, ajo me kapin nga krahu. Unë ndala dhe u ktheva nga ajo. E ajo nuk me la të bëja asnjë hap tjetër përpara. Ndërsa afrohej gjithnjë më tepër dhe krahu nuk më lëshonte, mu ofrua e me puthin e buzë. Aso nuk mund të duroja dot me kuptoni edhe mua, e putha edhe unë atë, po aty tek dera që e kishim lënë gjysmë të hapur. Pastaj, i bëm ca hapa, por pa u shkeputur nga ajo. Ecëm pak me mbrapa në brendësitë e ahrit, shkuam e ulem mbi thasë që kisha të mbushura me kolomaq. Aty mbi thasë vazhduam të putheshim përsëri. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.